shumë dimni të bëhet katastrofë për vllagët, valla edhe shtash ka srjet pipi erës. S'është që rregulluar. Me kanë jetanoj këtu? Jetoj me burrin me 4 fëmijë dhe vjerit, me kushte katastrofë. E këtu s'keni shkollë heqa? Jo. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi Mërgjimtarit. Jemi në qytetin e Shkupit, saktësisht në fshatin Ellov. 1 orë gjysmë larg Shkupit. Kemi ardhur me e vizitu një familje 8 anëtare. Këtu në fshat janë vetëm 3 shtëpi, nuk ka as shkollë. E kjo familje jeton këtu, na po e vizitojmë, prekëshyrim që kanë gjendën, po e ndihmojmë. Edhe po shpresojmë që pas publikimit të videos me dalë ndihmë e mos me harru. Zarfi Mërgjimtarit, një zarf dashurie për ata që na rreten me dashuri. Ndihmo, dhuro, ndërto me zemër. Përshëndetje. Si jena, jeni mirë? Mirë. Kemi dalë me vizitu pak. Qysh e ki janën? Unë jam Aisha Sherifi. Aisha Sherifi. Po. Me kanë jetanoj këtu? Jetoj me burrin me 4 fëmijë dhe vjerit. 4 fëmijë dhe vjerit. Burri ku është burri? Burri punon çështë, e thiri. A ku e thirin punon? Po. Qysh po e tanizoj? Çfarë sigur. Ha? E shifni. Katastrofë. Katastrofë. Me hiç kushte. Qa po punon burri? Po punon çështë. Ku po e thirin me bekatone me. Po çfarë si punë? 4 fëmijë tha, çfarë mbushje kanë fëmija? Po njëri ka 17 vjet i madhi, 13 vjet, 11 dhe 8 vjet. Po, a janë të shku në shkollë? Po ku shkojnë kësë shkojnë? Ku shkojnë najherë s'shkojnë, se me kushte katastrofë. Po, ku e kanë shkollën, se në menë? Nalt atje në Ellov, ku thire. E këtu s'keni shkollë heqa? Jo. Sa është largë për këtë ujtë? Po një 40 minuta me. 40 minuta? Aha. Se ishit edhe për qytetit shumë largë ishit? 1 orë, 1 orë e gjysmë gati. Kushtet, qysh i keni? Kushtet që si po i shifni, pa hiq kushte me thonë. Qashtu që 19 vjet martes, me vjerit smut, bile sot shkoj vjerin në spital. Së është mirë që... Me qka shkoja, po keni me qa autobuse? Po kena do karat vjetre, gjështu. Se shumë largë ishit. Zvin kur as autobus, as zvin. As xhamis kemi, as shkollë, këtë largë. Po, me hangër me pija, po keni? Po qashtu ka pak. Ka pak. Po. Kur u bo kje shpi? Shpi u bo para 13 vjetëve, është të bide dhe ma shumë, po nuk ka që jemi. Po. Do me thonë veç që shki saloni këtë dhe një dhomën e kam, se jetën a 3 familjen e këtu. A 3 familjen që të shpini? Po, 3 familjen. E sa shpija e një kretu? Po, s'ka 2-3 shpija. 2-3 shpija. Po. A janë këtë shqiptara? Jo, s'janë tërbesh janë. A tërbesh. Po. Apo vjen aja në kështu mi vizitua, mi ndihmua? Po valla unë e kom dalin edhe të lëtë dhe gëzim. Ati pak, sa për asë, në kanë ndihmue. A për shpi s'ka dalë dhe kush. Po, fështirë. Po. Ndrua këni bo për dimër? Që ato qka i kine që ati në bo. Që ato qane, ja? Po. Për dru nuk ashtë problem, për tjera sejnë, për fëmi, du me thonë kanë metën pa shkollim. Pa shkollim. E që zdin as me shkrujt, as që ashtë veç vinë mësust. A i mësojnë, as i mësojnë kur vinë shpi, veti diqka dhe e kanë shumë këtë se turë që i mësojnë. Aha. Po. Komuna ju ka dalë një diqka, këni bona e kërkesat, jo? Jo. Me komunën lidhës ndimoj. Zotë ju një muftë. Aman që ta me e qelë. Së janë 300 euro, janë prej mërgjimtarëve. Faleminderit shumë, Zoti i shpërbleft krejt. Amen. Ka janë e kas janë. Edhe me hangër me pi ju kemi ble. Faleminderit E shumë. inshallah kanë me dalë njerës e mjë një mu. Amin, inshallah gjithve. Se për një ma ishit largë, shumë ishit, për qytetit. Shumë janë edhe shumë pa kushte, do me thonë. Zoti javle të softë. Hini pa kalëzëja gjanën mana që shë keni, që afroj ushime të në mana. Që është gjanë? Së është që regullume.
Edhe të shqetësava. Po që të dy e kja? Këto edhe këto? E kam edhe një dhomë, po i dush. I gjizus. Tu ketë me hangër me pime. Për kretë, atë shkit edhe shumë bimni të bëtë katastrofë për vlogët, vëlla edhe shtash ka, srijet pipi erës. Me numri telefoni 071 664 053. Faleminderit shumë, ditën e mirë.